Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kabinetit qeveritar, të kryeministrisë dhe të medjeve, të dashur qytetar, teksa po përgatiteshim për mbledhjen e sotme të Qeverisë së Republikës së Kosovës, na erdhi lajmi që kryetari i Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në komunën e Skënderajt, njëherë zgjedhë kandidat për deputet në zgjedhjen e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, Hysni Mehani, u sulmua me grushte dhe u godit në kokë, me gotë, teksa po pinte kafe me deputetin Arjeta Fejza dhe aktivistë të tjerë. Qeveria e Republikës së Kosovës e dënon këtë sulm qyqar e të papranueshëm që shpërfaq mendësinë banditeske. Veprimet e tilla nuk na trembin e nuk na shtyen të tërhiqemi nga gara politike në asnjë qytet. Nga kjo mbledhje u bëjmë thirrje institucioneve dhe organeve të rendit e të drejtësisë që me urgjencë të ndërmarrin veprimet e nevojshme ndaj përgjegjësve për këtë sulm. Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, të hënën dhe të martën, pra me 11 dhe 12 maj, si shtet partner dhe bashkëorganizatore e konferencës ndërkombëtare Future Industry Minds, apo mendjet e industrisë së ardhshme, në Schloss-Bensberg të Gjermanisë, Republika e Kosovës ishte në qendër të vëmendjes së komunitetit të biznesit në Gjermani dhe jo vetëm. Përveç se përfaqësim për shtetin, ky forum i mbajtur në landin e Nordrhein-Westfalen, që është i pari për nga popullsia dhe zhvillimi industrial në Republikën Federale të Gjermanisë, ofroi një mundësi të jashtëzakonshme për kompanitë tona nga sektori privat që synojnë zgjerim në tregje e partneritetet të reja për eksport shërbimesh e produktesh të tyre. Në pritjet e ngrohta nga kryeministri i landit Hendrik Wüst dhe përfaqësues të parlamentit atje, patëm diskutime miqësore dhe të frytshme për thellimin e marrëdhënieve bilaterale dhe me theks bashkëpunimin ekonomik e tregtar, kulturore, arsimor, si dhe rolin e mërgatës sonë të dashur. Me 3 maj, gjatë vizitës zyrtare që patëm në Yerevan, zhvillova takim bilateral me qeverinë e Republikës së Armenisë, me kryeministrin Nikol Pashinyan, të cilën e falenderova për pritjen dhe për diskutimin konstruktiv si hap fillestar për avancimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona. Atje krahas përfaqësimit të Republikës Kosovës në samitin e Komunitetit Politik Evropian, pata një sër takimesh me lider shtetësh, por edhe të institucioneve euroatlantike. Të dashur qytetar, kjo është mbledhja e parë fizike që prej kur si qeveri na ushtua mbiemri në detyrë. Pasi opozita zgjodhi ta përdor quorumin për zgjedhjen e presidentit si armë për të na e prerë mandatin që qytetarët na e dhanë me 51.1% të votave para vetëm 4 muajve e gjysmë. Por ne nuk do të ndalemi, kemi vazhduar me punët e mira në përmbushje të zotimeve tona. Sot mëngjes në Frashër të Mitrovicës vum gërthemelin e parkut industrial. Në Ferizaj pam nga afër punët që janë bërë në fazën e 2 të restaurimit të tërësishëm të kompleksit të Kishës Katolike, projekt që pritet të përmbyllet në fund të këtij muaji, pra në maj 2026. Po në këtë qytet vizituam edhe teatrin Adriana, punët për renovimin e të cilit kanë nisur muajin e kaluar. Dje ndërka që ishim në kalan e Prizrenit, ku do të investojmë afër 450.000 euro për zhvendosjen e rezervuarit të ujit jashtë mureve të kalas, si projekti sigurisë dhe mbrojtjes së këtij monumenti të trashëgimisë kulturore historike. Në kryeqytetin kulturore historik, po ashtu dje përruam investimet në eficiencë të energjisë në 3 ndërtesa shumë banesore të banimit social. Një investim të tillë e përruam edhe javën e kaluar në 2 shkolla në komunën e Shtimës. Ndërkaq nisën punët për rindërtimin
e rrugës Kijev-Malishev. Digitalizuam regjistrimin e lindjes dhe vazhduam me modernizimin e pajisjeve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Pastaj, Agjencia e Kosovës për akreditim u njoh dhe pranua zyrtarisht nga Këshilli për akreditimin e arsimit të lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Republika e Kosovës në anën tjetër pranoi zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale në kuadër të ministerialit të procesit të Berlinit. Nënshkruam marrëveshjen për bashkëpunim financiar ushtarak me Republikën e Turqisë, nënshkruam edhe memorandumet për ndërtimin e xhamisë së Ibrit në Mitrovic dhe atë për ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore islame në Republikën e Kosovës dhe sot pikërisht në këtë mbledhje që e filluam tani do të bëjmë edhe vendimin për financimin e rindërtimit të xhamisë së Ibrit, e cila, siç e dini, u pa djegur nga forcat armike serbe me 2 maj të vitit 1999, ndërkohë që është një objekt i trashëgimisë kulturore i vjetër 250 vjet. Edhe shumë punë të tjera, të gjitha vetëm në 2 javët e fundit, sepse qeveria është në krye detyrës dhe në kryrje të detyrave. Të dashur qytetar, Serbia po vazhdon me metodat e saj të pastrimit etnik në Preshev, Medveç dhe Bujanovc, në një anë me mohim të drejtave, politika diskriminuese përjashtuese ndaj shqiptarëve dhe në anën tjetër me bllokim të mbështetjes prej anës sonë. Me pamundësimin e transferimit të mjeteve të ndara nga Qeveria e Republikës Kosovës, fqinji ynë verior me sjellje abnormale po i lë rreth 3650 nxënës pa libra falas, më shumë se 750 student pa bursa, më shumë se 950 bujq pa mbështetje, sikurse edhe shkolla, organizata, media dhe mijëra qytetarë në mesin e tyre rreth 90 fëmijë jetim. Këtë brengë serioze unë tashmë ja kam përcjell shefës së politikës jashtme të sigurisë së Bashkimit Evropian, zonjës Kaja Kallas, ndërkaq që edhe sot përsërisim thirrjen që bashkësia ndërkombëtare të veprojë menjëherë. Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, sot rreth orës 1:30 mëngjesit, si pasojë një defekti në linjën 35 kV Stan-Tërg, është ndërprer furnizimi me energji elektrike në njësinë biznesore miniera me flotacion Trepça Stan-Tërg. Ekipi i Trepçës, i përkrahur nga ekipi i Kostit, është angazhuar menjëherë maksimalisht për ta rikthyer furnizimin. Në kohën kur është ndërprer furnizimi me energji elektrike, në minier kanë qenë 47 minatorë, prej të cilëve përmes shkollëve emergjente nga ora 3 mëngjesit deri në orën 8 të mëngjesit kanë dalur 29 prej tyre, ndërkaq pjesa tjetër, përveç atyre që janë në kujdestari, kanë dalur në ora 14 pasi ekipet teknike kanë bërë lidhje alternative emergjente për të rikyqur linjën 35 kV nga në stacioni Trepça në Stan-Tërg. Të gjithë punëtorët, minatorët janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë që shkaqet e avarisë të në stacioni janë duke u hetuar nga organet kompetente. Në rendite të mbledhjes së sotme i kemi 19 pika, por para se të nisim me shqyrtimin e tyre një nga një, fjalën e ka kërkuar Ministri për Komunitete dhe Kthim, zotëri Nenad Rashić. Hvala vam, gospodine premijeru, poštovani zamjenici premijera, poštovani ministri, zamjenici ministra. Ja sam iskreno dugo u politici i od momenta pre 13 godina kad je Srpska lista zvanično stigla na političku scenu Kosova, nisam očekivao ništa demokratsko i dobro s njihove strane. Ali vidimo da svakog puta, svake naredne izbore, njihova metodologija bude sve okrutnija i sve brutalnija. Naime, evo već nekih u toku prošle i ove nedelje, naši sunarodnici bivaju, moram da kažem, sistemski i masovno ugnjetavani od strane institucija koje se deklarišu kao predstavnici Bezbednosno-informativne agencije, što na graničnim prelazima gde smo recimo imali slučaj pre 2 dana da je jedna naša saradnica ili čak je i radnica opštine Leposavić bila bukvalno zadržavana sa svojim suprugom i 3 maloletne dece
više od 5 sati. I naravno, ti ljudi koji su došli predstavili se kao iz agencije, bezbednosne agencije, ih interesovala samo jedna stvar, odnosno ja. To nije problem i ja se to već navikao 12-13 godina, ali je nezamislivo da mogu zadržavaju 3 maloletne dece starosti od 4 do 10 godina, 5 sata na granici, samo zbog toga što je interesantno da se zna šta ja radim u ministarstvu ili šta radimo u vladi. Pored toga, prošle nedelje takođe, dešava se da postoje grupe organizovanih, pogotovo radnika koji rade u srpskim institucijama, koji su prinuđeni pod pritiskom i pod ucenom otkaza da odu u određene prostorije koje su na drugoj strani granice kod Merdara i gde su držani po nekoliko sati u nekim podrumima, nekim mračnim prostorijama, gde mora precizno da se objasni šta će oni da glasuju 7. juna i pogotovo koje će brojeve da glasuju, a nikako, ni na koji način ne sme biti da bude glasano za Rašića. Ali tu nije kraj. Evo danas, upravo u toku jutra i današnjeg dana, nekih do sad 20 ljudi je već otpušteno sa svojih radnih mesta, mahom u domovima zdravlja i u školama. I ja sam uzeo jedno rešenje, to je original kopiju, mislim, od institucije koja je nadležna u ovom slučaju Dom zdravlja u Donjoj Guštrici, i pokušat ću samo da vam jedan deo ovog obrazloženja otkaza o ugovoru o radu, samo da bi shvatili o čemu se radi, naravno, ako mi dozvolite. Između ostalog, zaposleni, ime i prezime, je u dužem vremenskom periodu istupao u javnosti iznoseći svoje političko opredeljenje, suprotno interesima za koje se opredeljuju srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, koje žive u institucionalnom sistemu koji ne priznaje Republika Srbija. A na društvenim mrežama promovisao je nacionalizam i širio govor mržnje koji je zakonom zabranjen, a radi ostvarivanja ličnih političkih ciljeva i na taj način direktno narušio ugled poslodavca. Prevedeno na prost jezik, lajkovo je naše objave. Dalje, kaže, u obrazloženju ovog rešenja se dalje navodi da je zaposleno moralo biti poznato da njegovo ponašanje i van radnog vremena, to je bukvalno, bili smo na zajednički ručak jednom prilikom i neko je slikao sliku i to je njegov greh, van radnog vremena šteti ugledu poslodavca i da može biti sankcionisan u skladu sa zakonom. Ja ne znam da je Goebbels znao ovakve metode, možda bi ih premenjivao, ali ovo ko je to pisao vidi se da nije čak ni pravnik na način koji je uradio, ali je bitno da se pošalje poruka. I bitno je da ti ljudi koji eventualno čak i lajkuju naše objave, mogu da budu sankcionisani time što će biti isterani s posla. Ja stvarno ne nazirem ili ne vidim kraj, ne vidim dno, ne vidim granicu koju oni nisu u stanju da pređu, ne bi li ostvarili svoje interese. I zato koristim ovom priliku da pre svega zamolim, nije tu kolega Đere Svećla, ali da zamolim i gospođu Grvala Švarc, da podignete budnost naših institucija koje jedino imamo kao odbranu i da molim vas zaštitite masovno ugnjetavanje i kršenje ljudskih prava naših sugrađana, jer smatram da jesmo sa jednakim pravima svi i da jednostavno mi drugo zaštite nemamo. Mi stvarno, ja sam pokušao sve u mojoj karijeri, ali ja više ne znam kako da se izborim sa takvim negativnim, čak moram da kažem, nacističkim metodama koje se koriste na nama. Hoću još jedno da kažem i tim ljudima, pomenuo sam do sad, ja znam lično za 20-ak, ali koliko znam da će ih biti najmanje 40 ovakvih vrsta rešenja, ovo što sam pokazao, samo u opštini Gračanica. A kad zamislim koliko može biti na celoj teritoriji Kosova, ja jednostavno ne znam šta da radim. Želim njima da poručim da smo mi tu i da ćemo svim mehanizmima i snagama zaštititi njihove interese koliko god budemo mogli.
I pogotovo ovi ljudi koji sam pokazao u svojom rješenju mogu da se obrate direktno nama, danas, sutra, bilo koji dan, i mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći da sačuvamo minimum njihovih prava i minimum njihovog dostojanstva, jer stvarno mislim da u određenim momentima ne smemo zaboraviti da iznad svega moramo biti ljudi. I to je ono što mi želimo da predstavimo od prvog dana našeg političkog postojanja, a to je da život nema alternativu, mi moramo se borimo za svoje pravo. Hvala puno. Hvala ministre Rashić, ju faleminderit ministre Rashić. E tash po kalojmë tek pika e parë e mbledhjes së sotme të qeverisë, shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpronësim për interes publik të pronave të palojshme shoqërore për nevojat e ofruesit për shërbimet e navigacionit ajror të Republikës Kosovës, ish ashna. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka propozuar për miratim vazhdimin e procedurave të shpronësimit të pronave të palojshme për nevojat e Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror në zonat kadastrale të Lipjanit, Rauvecit, Prishtinës dhe Mitrovicës së Jugut. Ky propozim vendim synon të mundsoj realizimin e projekteve me rëndësi për funksionimin dhe sigurinë e sistemit të navigacionit ajror në Republikën e Kosovës. Ministria ka konstatuar se janë përmbushur të gjitha procedurat dhe kriteret ligjore për procedimin e këtij vendimi, përfshirë dhe vlerësimin e trajtimin e pronave sipas legislacionit fuqi. Miratimi i këtij vendimi do t'i hapte rrugë avancimit të infrastrukturës strategjike të aviacionit civil dhe përmirësimit të shërbimeve të navigacionit ajror në vend. Për më shumë, e ftoj Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Fitore Pacolli Dalipi, që ta marrë fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar ministra, unë po propozoj vendimin për miratimin e vendimit përfundimtar për shpronësimin e pronave të palojshme pra ish shoqërore për nevojat e ofruesit të shërbimeve të navigacionit ajror të Republikës Kosovës. Ky projekt përfshin zonat kadastrale Vrell e Gollashit dhe Mirej në komunën e Lipjanit, Zatreq në komunën e Rauvecit, Mramor në komunën e Prishtinës dhe Bajgor në komunën e Mitrovicës së Jugut. Qëllimi i këtij vendimi është krijimi i kushteve për zhvillimin dhe funksionalizimin e infrastrukturës së navigacionit ajror që ndërlidhet drejt për drejt me sigurinë ajrore, modernizimin e shërbimeve dhe avancimin e kapaciteteve strategjike të Republikës së Kosovës, andaj kërkoj mbështetjen për miratimin e këtij vendimi. Faleminderit. Faleminderit Ministre Pacolli Dalipi, do fjalën dikush për diskutim? Me që jo, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i kërkesës Ministrisë Financave për ndryshim dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 04/04 të datës 13 mars 2026. Ministria e Financave ka propozuar plotësim në ndryshimin e këtij vendimi përmes rritjes së shumës së miratuar për Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim IDA nga 370.000 euro në 373.150 euro e 90 cent. Rritja prej 3.150 euro e 90 cent është propozuar për të mbuluar diferencën e krijuar nga luhatjet e kursit valutor. E ftoj Ministrin e Financave zotëria Kurran Muratën që ta marrë fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Ashtu siç e theksoi edhe kryeministri, pra bëhet fjalë për një korrigjim apo ndryshim të një vendimi paraprak sa i përket kontributit ton në Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim, që është degë e Bankës Botërore, dhe ndryshim plotësimi ka të bëjë me pra rritjen e shumës në mënyrë që të reflektohet edhe luhatja e kursit valutor. Marr parasysh pra nevojën për të proceduar tutje, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, edhe fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i kërkesës së Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Shqiptare për ndryshim dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 22/39 të datës 13 tetor 2021 për themelimin e Komisionit Ministror për skemën evropiane të garancisë për të rinjt. Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Shqiptare propozon të ndryshohet dhe plotësohet pika 2 e vendimit numër 22/39 të datës 13 tetor 2021, ashtu që përbërja e re të komisionit të jetë si në vijim, Ministri për Punë, Familje dhe Vlera Shqiptare, pastaj Ministri i Sportit dhe Rinisë,
Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Ministri i Industrisë, Tërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit dhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal. Pika tjera të vendimit mbeten të pandryshuara. Për më tepër e ftoj ministrin Andin Hoti që ta merr fjalën. Faleminderit nderuar kryeministër, kolegë ministra, zëvendës kryeministra, ashtu siç e përmendën edhe zoti kryeministër, ky propozim vendim parasheh ndryshimin e përbërjes së Komisionit Ministror për skemën evropiane të garancisë për të rinj në përputhje me përbërjen e re të qeverisë dhe ndryshimet institucionale të ndodhura. Komisioni Ministror do shërbejë si mekanizëm ndërinstitucional për monitorim, koordinim dhe mbikëqyrjen e zbatimit të skemës evropiane të garancisë për të rinj në përputhje me standardet e udhëzimit të Bashkimit Evropian. Komisioni përbëhet nga ministrit relevante siç potencuar dhe udhëheqet nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shërbëtore. Funksionalizimi i këtij komisioni synon të sigurojë koordinim institucional, vazhdimsi në zbatimin e reformave dhe përmbushje më efektive të objektiveve dhe strategjike për të rinj në fushën e cepur. Faleminderit ministër Hoti, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratot. Pika e katit është shqyrtimi i kërkesës po kësaj ministrie, pra për punë, familje dhe vlerat e luftës shqiptare për themelimin e Komisionit Ministror për skemën evropiane të garancisë për fëmijët. Propozimi parasheh themelimin e këtij komisioni, pra si mekanizëm ndërinstitucional për mbikëqyrjen dhe zbatimin e kësaj skeme sipas udhëzimeve të Bashkimit Evropian. Komisioni do të përbëhet nga ministrat përgjegjës për punën dhe familjen, sportin dhe rinin, arsimin dhe shkencën, industrinë dhe pushtetin lokal e do të kryesohet nga ministri Andin Hoti. Në kuadër të këtij mekanizmi do të krijohet edhe një ekip teknik i ekspertëve institucional, i cili do të hartojë planin, kriteret dhe procedurat për funksionalizimin e skemës me synim fuqizimin e mbrojtjes dhe përfshirjes sociale të fëmijëve në përputhje me standardet evropiane. E ftoj një herë ministrin e punës, familjes dhe vlerave të luftës shqiptare, zotëria Andin Hoti, që ta merr fjalën. Faleminderit zoti kryeministër. Atëherë Garancia Evropiane për Fëmijë paraqet një mekanizëm të rëndësishëm për avancimin e politikave sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve nga varfëria dhe përjashtimi social, duke synuar sigurimin e qasjes së barabartë në shërbime thelbësore për zhvillimin dhe mirëqenien e tyre. Kjo garanci fokusohet në 5 fusha kryesore, është edukimi i hershëm dhe kujdesi për fëmijët, çerdhe dhe kopshtet cilësore, arsimi dhe aktivitetet shkollore, kujdesi shëndetësor, ushqimi i shëndetshëm, sidomos në shkolla, si dhe strehimi adekuat. Në këtë kuadër propozohet themelimi i Komisionit Ndërministror për Garancinë Evropiane për Fëmijë, i përbërë nga ministritë relevante siç i potencuar dhe i udhëhequr nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shërbëtore. Komisioni do të shpërbejë si mekanizëm koordinues dhe mbikëqyrës për zbatimin e monitorimin e masave ndërinstitucionale që synojnë përmirësimin e çështjeve së fëmijëve në shërbimet bazë, forcimin e mbrojtjes sociale për fëmijët dhe reduktimin e varfërisë dhe përjashtimit social. Faleminderit ministër Hoti. Nëse nuk e don fjalën dikush për diskutim, atëherë ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i kërkesës së njëjtës ministri, pra për punë, familje dhe vlerat e luftës shëndetare për themelimin e Këshillit Nacional për sigurinë dhe shëndetin në punë. Siguria dhe shëndeti në punë janë thelbësore për mbrojtjen e jetës, mirëqenies dhe dinjitetit punëtorëve, si dhe për krijimin e një mjedisi të punës të sigurt dhe produktiv. Në këtë drejtim, në mbledhjen e sotme është propozuar themelimi i Këshillit Nacional për sigurinë dhe shëndetin në punë si trup ndërinstitucional që do të kontribuojë në hartimin dhe avancimin e politikave në këtë fushë. Këshilli do të përbëhet nga përfaqësues të institucioneve shtetërore, punëdhënësve, të punësuarve dhe ekspertëve të fushës me mandat 3 vjeçar. Themelimi i këtij këshilli synon forcimin e standardeve të sigurisë dhe shëndetit në punë, parandalimin e aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale, si dhe për afrimin e më temë të praktikave të Kosovës me standardet evropiane. Për më shumë detaje, ftoj përsëri ministrin Andin Hoti që ta merr fjalën. Faleminderit zoti kryeministër. Themelimi i Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë është një prioritet institucional për forcimin e mekanizmave shtetëror në mbrojtje të jetës dhe shëndetit të punëtorëve në Republikën e Kosovës. Bazuar në nenin 4 të ligjit 04/1161
për siguri dhe shëndet në punë, Qeveria e Republikës Kosovës me propozim të Ministrit për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shërbimtare themelon Këshillin Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, i cili ka rol këshillëdhënës dhe profesional në hartimin e politikave, dhënien e rekomandimeve dhe përcjelljen e gjendjes së sigurisë dhe shëndetit në punë. Funksionalizimi i këtij mekanizmi do të mundsojë koordinim më efektiv interinstitucional, bashkëpunim të strukturuar ndërmjet institucioneve shtetërore, përfaqësuesve të punëdhënësve dhe punëmarrësve, si dhe adresim më efikas të sfidave në fushën e sigurisë dhe shëndetit të punë. Themelimi i këtij këshilli do të kontribuojë gjithashtu në ngritjen e vetdijes institucionale dhe shoqërore për krijimin e ambienteve të sigurta dhe të shëndetshme të punës, si dhe zhvillimin e politikave të qëndrueshme për mbrojtjen e punëtorit në Republikën e Kosovës në përputhje me legjislacionin vendor dhe praktikat evropiane. Faleminderit Ministër Hoti. Do më fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i kërkesës së Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shërbimtare për miratimin e zgjatjes së planit të implementimit të skemës për garancitë për të rinjt 2026. Skema e garancisë për të rinjt është një nga mekanizmat kryesor për mbështetjen e të rinjve në aftësim profesional dhe punësim, me fokus të veçantë në integrimin e të rinjve në tregun e punës. Në këtë drejtim, Qeveria e Republikës Kosovës ka miratuar shtojtësin e planit zbatimit të skenës së garancisë për të rinjt, duke zgjatur periudhën e zbatimit të tij deri në fund të vitit 2026. Për më shumë detaje të kësaj iniciative, e ftoj Ministrin Hoti që ta merr fjalën. Faleminderit zoti Kryeministër. Skema e garancisë për të rinjt paraqet një nga mekanizmat kryesorë të Qeverisë së Republikës Kosovës, siç e thatë edhe ju, për integrimin e të rinjve 15-29 vjeç në tregun e punës, përmes një qasje të koordinuar ndërmjet punësimit, arsimit dhe aftësimit profesional. Plani zbatimi 2023-2025, që ka udhëhequr reformat kryesore në këtë fushë, ka shërbyer si bazë për avancimin e politikave aktive të punësimit dhe mbështetjen e të rinjve në tranzicionin drejt tregut të punës. Megjithatë, një pjesë aktiviteteve të parapara nuk janë realizuar plotësisht, kryesisht për shkak të mungesës së financimit nga IPA 2023-2025, si pasojë e masave të Bashkimit Evropian dhe Republikës Kosovës. Për këtë arsye propozohet ndryshimi dhe zgjatja e planit të zbatimit të garancisë për të rinjt për vitin 2026, me qëllim të sigurimit të vazhdimësisë së reformave prioritare dhe përmbushjes së objektiveve strategjike në fushën e punësimit të rinjve. Shtojca ndryshimi dhe zgjatja e planit të zbatimit të garancisë për të rinjt në Kosovë 2025 reflekton ndryshimet institucionale, koordinizon afatet dhe prioritetet, si dhe harmonizon emërtimet zyrtare të institucioneve në përputhje me strukturat aktuale qeveritare. Faleminderit Ministër Hoti. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i kërkesës së Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shërbimtare, mbase pas kemi mundur që mbledhjen e qeverisë ta mbajmë tek ju në ministri, për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 12/214 datës 24/2024 për themelimin e komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit personave dënuar gjatë luftës shqiptare të Kosovës. Njohja dhe verifikimi i statusit të këtyre personave mbetet një proces me rëndësi të veçantë institucionale shoqërore në funksion të drejtësisë, dinjitetit dhe mbështetjes për të mbijetuarit. Në këtë drejtim është propozuar ndryshimi dhe plotësimi i vendimit të qeverisë për përbërjen e komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave dënuar gjatë luftës shqiptare të Kosovës përmes emërtimit të përfaqësuesve të rinj nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare. E ftoj përsëri Ministrin Andin Hoti që ta merr fjalën. Faleminderit zoti Kryeministër. Ky propozim vendim parashën ndryshimin e vendimit aktual për themelimin e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit personave të dënuar gjatë luftës shqiptare, bazuar në nenin 8 paragrafi 1 të ligjit numër 4 L172 për plotësim dhe ndryshimin e ligjit 04 L054 për statusin dhe drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre. Statusi personave të dënuar gjatë luftës konstatohet nga Komisioni Qeveritar i përbërë nga përfaqësues të institucioneve relevante shtetërore, por parashit ndër të tjera edhe përfaqësuesi nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare dhe Ministria e Drejtësisë.
duke qenë se përfaqësuesit aktual të deleguar nga Ministria e Drejtësisë dhe Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare nuk janë më pjesë e këtij komisioni, ka qenë e nevojshme dhe është e nevojshme zëvendësimi tyre me anëtarë të rinj me qëllim të funksionalizimit të plotë dhe vazhdimësisë në trajtimin institucional të kategorive të mbrojtura me ligj. Faleminderit Ministër Hoti. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 është shqyrtimi propozim vendimit për përditësimin e listës shtetërore strategjike për mallra ushtarake, duke i referuar listës Bashkimit Evropian për mallrat që vihen në kontroll për shkaqe të sigurisë kombëtare, politikës jashtme, sigurisë publike ose për arsye të drejtave të njerëzit. Nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit propozohet përditësimi i listës shtetërore strategjike për mallra ushtarake në përputhje me listën dhe standardet e Bashkimit Evropian për kontrollin e teknologjisë dhe pajisjeve ushtarake. Kjo listë përcakton mallrat që vihen nën kontroll për arsye të sigurisë kombëtare, politikës jashtme, sigurisë publike dhe mbrojtjes drejtave të njerëzit. E ftoj Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, zonjën Mimoza Kusari Lila, që ta merr fjalën. Faleminderit nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, kolegë ministra. Lëre që në emër të Ministrisë që drejtoj, sipas për zbatimin e ligjit numër 04/198 për tregtimin me mallra strategjike, t'ju njoftoj për përditësimin dhe miratimin e listës së mallrave ushtarake. Neni 6 i ligjit numër 04/198 për tregtimin me mallra strategjike parashef përditësimin dhe miratimin e listave shtetërore të mallrave të kontrolluara strategjike, të cilat përfshin listën e mallrave ushtarake të Bashkimit Evropian. Miratimi i përditësimit të listës së mallrave ushtarake është konform pozicionit të përbashkët të Këshillit të Bashkimit Evropian 2008/944, i cili përcakton rregullat e përbashkëta për kontrollin e eksporteve të teknologjisë dhe pajisjeve ushtarake. Kjo listë është e përditësuar dhe zëvendëson listën e përbashkët ushtarake të Bashkimit Evropian, të miratuar nga Këshilli me 24/02/2025. Ky propozim vendim është hartuar në përputhje me procedurat e parapara me rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Andaj propozoj që ta shqyrtoni dhe ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit Ministre Kusari Lila. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 9 është shqyrtimi propozim vendimit përfundimtar për shpronësim për interes publik pronave të palojshme se të preken nga realizimi i projektit ndërtimi i qarkorës së vjetër të qytetit të Gjilanit. Realizimi i projektit qarkorja e vjetër e qytetit Gjilanit, lotet 1 dhe 2, paraqes një investim rëndësi për përmirësimin e qarkullimit, uljen e ngarkesës trafikut brenda qytetit dhe avancimin e infrastrukturës rrugore në komunën e Gjilanit. Për këtë qëllim, qeveria po shqyrton vendimin përfundimtar për shpronësim për interes publik të pronave që prekin nga realizimi i këtij projekti në zonat kadastrale Shillov, Livoqi, Ulët dhe Gjilan. Për më shumë detaje, e ftoj Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Fitore Paculli Dalipi, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, po ky është një propozim vendim për miratimin e vendimit përfundimtar për shpronësimin për realizimin e projektit qarkorja e vjetër e qytetit Gjilanit, që përfshin zonat kadastrale Shillov, Lupçi, Olët dhe Gjilan. Ky projekt është me rëndësi të veçantë sepse lehtëson qarkullimin urban, ul ngarkesën në qytet dhe përmirëson infrastrukturën rrugore në komunën e Gjilanit. Pas përfundimit të procedurave paraprake dhe përmbushjes së kushteve ligjore, është propozuar miratimi i vendimit përfundimtar për shpronësim në mënyrë që projekti të procedojë pa vonesa të mëtotjeshme. Ftoj mbështetjen e këtij vendimi, i cili ndikon drejt për drejt në përmirësimin e lëvizjes dhe zhvillimit urban të komunës së Gjilanit. Faleminderit. Faleminderit. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 10 është shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpronësim për interes publik pronave të palishme të cilat prekin nga realizimi i projektit rehabilitimi, zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës nacionale R118, segmenti brenda fshatit Mushtisht. Rehabilitimi, zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës pronacionale R118 në segmentin që kalon përmes fshatit Mushtisht paraqet projekt me rëndësi për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, rritjen e sigurisë në komunikacion dhe lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve dhe bizneseve në këtë zonë. Në funksion të realizimit të këtij projekti, tash qeveria po shqyrton pra vendimin përfundimtar për shpronësimin e pronave që preken nga punimet në zonën katastrale Mushtisht në komunën e Suarekës.
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka përgatitur dokumentacionin përfundimtar të shpronësimit, ndërsa raportet e vlerësimit për secilën parcel janë hartuar dhe dorëzuar nga institucionet përgjegjëse në përputhje me procedurat dhe standardet ligjore në fuqi. E ftoj edhe një herë ministren Pacolli Dalipi që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, po kjo pikë ka të bëjë me projektin për rehabilitim, zgjerim dhe asfaltim të rrugës nacionale R118 në segmentin brenda fshatit Mushtisht komuna e Suarikës. Ky investim është i rëndësishëm për rritjen e sigurisë në trafik, përmirësimin e qasjes për qytetar dhe krijimin e një infrastrukture më funksionale për zonën. Procedurat ligjore për shpronësim janë zhvilluar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe tashmë janë krijuar kushtet për miratimin e vendimit përfundimtar. Andaj kërkojmë mbështetjen tuaj për këtë projekt me interes publik dhe ndikim të drejtë për drejtë tek qytetarët e komunës së Suarikës. Faleminderit. Faleminderit ministre, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi i propozimit vendimit përfundimtar për shpronësim për interes publik pronat të palyshme se të prek nga realizimi i projektit zgjerimi i mihjes sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike për nevojat të Korporatës Energjetike të Kosovës KEKSHA. Zgjerimi i mihjes sipërfaqësore për eksploatimin e thëngjillit në zonat kadastrale si Boc, Shqipitull, Leshkoshiq, Hade dhe Palaj në komunën e Obiliqit paraqet një projekt me rëndësi strategjike për sigurimin e kapaciteteve vendore për prodhimin e energjisë elektrike dhe ruajtjen e stabilitetit energjetik të Republikës Kosovës. Në këtë kuadër, qeveria po shqyrton vendimin përfundimtar për shpronësimin e pronave që preken nga realizimi i këtij projekti për nevojat e KEK-ut. Procesi i shpronësimit dhe vlerësimit të pronave është zhvilluar në përputhje me legjislacionin në fuqi, ndërka që raportet e vlerësimit për secilën parcel janë përgatitur nga institucionet përgjegjëse dhe u janë përcjell pronarëve sipas procedurave ligjore. Për më tepër, e ftoj ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Fitore Pacolli Dalipi, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Kjo pikë lidhet drejt për drejt me realizimin e projektit të zgjerimit të mihjes sipërfaqësore për eksploatimin e thëngjillit për nevojat e Korporatës Energjetike KEK. Projekti përfshin zonat kadastrale si Boc, Shqipitull, Leshkoshiq, Hade dhe Palaj në komunën e Obiliqit. Ky projekt lidhet drejt për drejt me sigurimin energjetike të vendit dhe sigurimin e kapaciteteve të nevojshme për prodhim vendor të energjisë elektrike. Meqense janë përmbushur të gjitha procedurat, ky vendim propozohet në mënyrë që të vazhdojmë tutje me realizimin e këtij projekti strategjik për sektorin energjetik, ndaj kërkoj edhe mbështetjen tuaj. Faleminderit. Faleminderit ministre Pacolli Dalipi. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Pika e 12 është shqyrtimi i propozim vendimit për shqyrtim të mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik pronave të palyshme shoqërore të menaxhuara dhe të administruara nga AKP-ja, të cilat janë nevojshme për realizimin e disa projekteve në komunën e Podujevës. Realizimi i projekteve publike në fushën e sportit, rekreacionit, shëndetësisë dhe banimit social paraqet një investim të rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve dhe zhvillimin lokal në komunën e Podujevës. Në këtë kuadër, po shqyrtohet kërkesa për shpronësim për interes publik pronat palyshme shoqërore që administrohen nga AKP-ja, e që janë nevojshme për ndërtimin dhe zgjerimin e hapësirave sportive, ambulantave të mjekësisë familjare dhe objekteve të banimit social në disa fshatra të Podujevës. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka konstatuar se janë përmbushur të gjitha kushtet dhe procedurat ligjore për procedimin e këtij vendimi, në përputhje me legjislacionin për shpronësimin e pronës së palyshme, andaj e ftoj sërish ministren Pacolli Dalipi që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Kjo pikë ka të bëjë me miratimin e shqyrtimit të mëtejmë të kërkesës për shpronësimin e pronave shoqërore, pra që administrohen nga AKP, për realizimin e projekteve me interes publik për komunën e Podujevës. Projektet përfshin ndërtimin e hapësirave sportive dhe rekreative në pakashticë të poshtme,
dhe Revoq, zgjerimin e hapësirave ku janë ambulancat e mjekësisë familjare në Bajqin dhe Dumnisë të Poshtme, zgjerimin e hapësirës për banim social, si dhe sigurimin e objektit për nevojat të ndërmarrjes publike e kollapi. Qëllimi është përmirësimi i kushteve të jetesës, shërbimeve shëndetësore, aktiviteteve sportive dhe shërbimet komunale për qytetarët e Podjevës. Duke qenë se janë plotësuar gjitha kushtet ligjore, për procedim të mëtejmë, kërkoj mbështetjen tuaj për këtë propozim vendim. Faleminderit. Faleminderit Ministre Pacolli Dalipi. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 13 është shqyrtimi i propozim vendimit për shqyrtim të mëtejmë të kërkesës për shpërndësim për interes publik të pronave të palëvishme shoqërore të menaxhuar dhe të administruara nga AKP-ja për realizimin e projekteve ndërtimi i tregut të kafshëve dhe ndërtimi i tregut të gjelbërt të komunës së Podujevës. Ndërtimi i tregut të kafshëve në Dumnicë të Poshtme dhe i tregut të gjelbërt në Podujevë pritet të krijojnë kushte më të mira për zhvillimin e aktivitetit ekonomik lokal, mbështetjen e bujqësisë dhe lehtësimin e tregtimit të produkteve për qytetarët dhe bizneset e komunës Podujevës. Për realizimin e këtyre projekteve përshqyrtohet kërkesa për shpërndësim për interes publik të pronave të palëvishme shoqërore që administrohen nga AKP-ja. Për më shumë detaje, ftoj edhe një herë ministrin Pacolli Dalipi që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Ministria ka shqyrtuar kërkesën për shpërndësim për realizimin e dy projekteve të rëndësishme për komunën e Podujevës, pra ndërtimin e tregut të kafshëve në Dumnicë së Poshtme dhe ndërtimin e tregut të gjelbërt në Podujevë. Këto projekte synojnë krijimin e kushteve më të mira për zhvillim ekonomik lokal, mbështetjen e prodhuesve vendor dhe organizimin më të mirë të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale. Departamenti i Shpërndësimit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka konstatuar përmbushjen e kushteve ligjore për procedimin e kërkesës dhe për këtë arsye propozohet miratimi i shqyrtimit të mëtejmë. Faleminderit. Faleminderit ministre. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 14 është shqyrtimi i propozim vendimit për shqyrtim të mëtejmë të kërkesës për shpërndësim për interes publik të pronave të paluajshme shoqërore të menaxhuara dhe administruara nga AKP-ja për realizimin e projekteve ndërtimi i banesave me kosto të përballueshme dhe objektet edukativo-arsimore qerdhe për fëmijë. Ndërtimi i banesave me kosto të përballueshme dhe objekteve edukativo-arsimore për fëmijët paraqet investim shumë të rëndësishëm për mirëqenien sociale, mbështetjen e familjeve dhe përmirësimin e shërbimeve publike në komunën e Podujevës. Për realizimin e këtyre projekteve përshqyrtohet kërkesa për shpërndësim për interes publik të pronave të palëvishme e shoqërore që administrohen nga AKP-ja në zonën kadastrale Podujevë. E ftoj edhe një herë ministren Pacolli Dalipi që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Edhe kjo pikë ka të bëjë me komunën e Podujevës. Ne kemi shqyrtuar kërkesën e tyre për realizimin e projekteve për shpërndësimin në mënyrë që të realizojnë projektet për ndërtimin e banesave me kosto të përballueshme dhe objektet edukativo-arsimore për qerdhet për fëmijët në komunën e Podujevës. Këto projekte adresojnë drejt për drejt nevojat e qytetarëve për realizimin e banimit të përballueshëm dhe për zhvillimin e kapaciteteve në edukimin e hershëm. Projekti i banimit të përballueshëm dhe social është edhe një ndër prioritetet tona si qeveri, prandaj përmes këtij propozimi unë propozoj që të votohet ky propozim në mënyrë që të ndikojmë në mirëqenien sociale të qytetarëve, të mbështesim familjet e reja, si dhe të mbështesim edukimin e hershëm të fëmijëve në këtë komunë. Faleminderit. Faleminderit ministre. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Tash e kemi pikën e 15, shqyrtimi i propozim vendimit për rialokimin e mjeteve në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit me kod 207 për zbatimin e programit masat preventive intervenime emergjente në për komunat ndryshme, rekonstruktimi i xhamisë së Djegur të Ibrit, xhamia e Boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut, paraqet një hap me rëndësi për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare si pjesë e identitetit historik dhe diversitetit kulturor të Kosovës. Kjo xhami ka vlerë të veçantë për komunitetin lokal dhe përfaqëson një simbol të bashkëjetesës, kujtesës
dhe trashëgimisë së qytetit të Mitrovicës. Në këtë kuadër, Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka propozuar realokimin e 50.000 eurove për realizimin e projektit të rekonstruktimit të saj në përputhje me programin për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Nëpërmjet këtij investimi synohet ruajtja dhe restaurimi e një objekti me rëndësi historike, kulturore dhe shoqërore për qytetarët dhe komunitetin lokal, por i cili natyrisht së pari ka nevojë për rindërtim. E ky rindërtim për projektim për çfarë ja kaloj fjalën Ministrës Kulturës dhe Turizmit, zonjës Saranda Bukujevsi. Faleminderit të nderuar kryeministër. Ministria e Kulturës dhe Turizmit si institucion përgjegjës për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore ka zhvilluar programe që synojnë ruajtjen dhe trajtimin e aseteve të trashëgimisë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Programi Masat Preventive Intervenime Emergjente është pjesë e planit zhvillimor kombëtar të Qeverisë së Republikës së Kosovës në kuadër të masës strategjike për ruajtjen dhe menaxhimin efektiv të aseteve të trashëgimisë kulturore. Bazuar në ligjin për ndarjen buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2026, përkatësisht në enin 13, ku përcaktohet se fondet e ndara në Ministrinë e Kulturës në projektin Kapital Masat Preventive, intervenime emergjente mund të realokohen në projekte të reja pas aprovimit nga qeveria. Paraqesim kërkesën për realokimin e mjeteve në vlerën prej 50.000 euro nga ky projekt në rikonstruimin e xhamisë së Djegur të Ibrit në Mitrovicën e Veriut. Miratimi i kësaj kërkese do të mundsoj fillimin e procedurave për hartimin dhe zbatimin e projektit në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe duke u bazuar në këto arsyetime kërkoj aprovimin e juaj. Faleminderit Ministrës Saranda Bukujevsi, do fjalën dikush për diskutim. Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 16 është qërtimi i kërkesës së Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal për realokim të mjeteve buxhetore deri në 25% të ndarjes së ndikuar negativisht të vlerës totale të kategorisë shpenzimeve, investime kapitalit aprovuara për nën programin administrata qendrore. Mbështetja e projekteve komunale dhe investimeve në infrastrukturën socioekonomike është me rëndësi të veçantë për zhvillimin lokal dhe përmirësimin e shërbimeve për qytetarët në të gjitha komunat e Republikës Kosovës. Në këtë drejtim, Ministria e Financave ka propozuar aprovimin e kërkesës së Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal për realokimin e 1 milion eurove në kuadër të kategorisë së investimeve kapitale. Për më shumë detaje, e ftoj Ministrin e Financave, Zotëria Kuran Muratin, që të merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Ne kemi pranuar kërkesën nga MAPL, pra në lidhje me realokimin e mjeteve buxhetore brenda kategorisë ekonomike investime kapitale. Kërkesa ka të bëjë me realokimin e mjeteve nga programi për grantin e performancës në programin komunal për zhvillim të infrastrukturës socio-ekonomike dhe bashkëpunim ndërkomunal. Realokimi i propozuar është në vlerën e lejuar prej 25% të mjeteve të ndara, pra gjë që sipas ligjit për menaxhimin e financave publike kërkon miratimin e qeveri, prandaj edhe kemi proceduar për miratim në vlerën e qeverisë, me çfarë arsye ftoj ta miratoj. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 17 është qyrtimi i propozimit vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit qeverisë numër 05/220 datës 11 shtator 2024, i ndryshuar dhe i plotësuar me vendimin 09/280 të datës 12 dhjetor 2025. Të nderuar kolegë, kabinet qeveritar, funksionalizimi i mekanizmeve të pavarur të shqyrtimit të ankesave në fushën e sigurisë është i rëndësishëm për garantimin e transparencës, ligjshmërisë dhe mbrojtjes së drejtave të personave që nënshtrohen procedurave të pajisjes me certifikat sigurie. Në këtë kuadër është propozuar ndryshimi dhe plotësimi i vendimit të qeverisë për themelimin e komisionit të ankesave për persona që u është refuzuar certifikata e sigurisë së personelit. Ndryshimi parasheh emërimin e zotëri Visar Krasniqit si anëtar i komisionit sipas propozimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 18 është informimi për raportin e vlerësimit të ligjshmërisë së akteve të kuvendeve të komunave për vitin 2025. Mbikëqyrja e ligjshmërisë së akteve komunale
është një mekanizëm i rëndësishëm për garantimin e funksionimit të rregullt të pushtetit lokal, respektimin e ligjit dhe ngritjen e transparencës institucionale. Në këtë kuadër, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka përgatitur raportin vjetor për shqyrtimin administrativ të akteve të komunave në përputhje me obligimet e përcaktuara me ligjin për shqyrtimin administrativ të akteve të komunave. Raporti synon të ofrojë një pasqyrë të qartë mbi aktivitetet e komunave dhe institucioneve përgjegjëse në procesin e mbikëqyrjes ligjshmërisë që të kontribojnë në forcimin e transparencës dhe llogaridhënies në nivel lokal e qendror. Për më shumë, e ftoj Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Zotëri Elber Krasniqin, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra. Gjatë vitit 2025, kuvendet e 38 komunave të Republikës së Kosovës kanë miratuar gjithsej 1478 akte, prej të cilave 54 rregullore dhe 1424 vendime. Nga këto akte, MAPR ka shqyrtuar 699 akte, ku 86.55% janë vlerësuar si të ligjshme, ndërsa 13.45% janë kthyer për rishikim. Në të njëjtën periudhë, Ministritë e Linjës kanë shqyrtuar 779 akte komunale, për të cilave 88.06% janë vlerësuar si të ligjshme, ndërsa 11.94% janë konsideruar si të paligjshme. 34 akte komunale të cilat nuk janë harmonizuar nga komunat dhe pas kërkesave për rishqyrtim janë proceduar në Ministrinë e Drejtësisë për iniciim të Komitetit Administrativ. Ju faleminderit. Faleminderit Ministri Krasniqi. Kjo ishte vetëm për informim, nuk ka nevojë për votim. Kalojmë tek pika të ndryshme. Qeveria ka themeluar së fundmi Korporatin e Ruajtjes së Energjisë, apo KRE-SHA, si ndërmarrje publike për operimin e sistemit baterive, i cili po ndërtohet me përkrahjen bujare prej $202 milion nga Korporata e Sfidave të Midhjeçare të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, MCC-s pra, dhe bashkëfinancimit vendas. Përmes një esurie të hapur dhe konkurruese, janë përzgjedhur kandidat më të përgatitur për bordin e drejtorëve të ndërmarrjes së re. Qeveria si aksionare ka tani përgjegjësinë të emërojë bordin dhe të hapë rrugë funksionalizimit të plot të ndërmarrjes. Antarët e propozuar janë si vijon: Bujar Haxha, kryesues; Fesnik Musaj, antar; Violeta Arifi Krasniqi, antare; dhe Mimoza Byshmeti Uka, antare. A do fjalën dikush për diskutim? Me që jo ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet dhe çështja e fundit te pika e fundit të ndryshme është miratimi i vendimit me të cilën përfundon procedura e shpronësimit për interes publik të pronave të palojshme, shoqërore, kombinati bujqësor industrial Ereniku për nevojat realizimit projektit ndërtimi i zonës industriale të mbrojtjes, zona katastrale Jahoc, komuna e Gjakovës. Për më shumë lidhur me këtë vendim, e ftoj Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Fitore Pacolli Dalipe, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, po kjo është një propozim vendim për miratimin e vendimit përfundimtar për shpronësimin për interes publik të pronave të paluajtshme shoqërore të KBI Erenikut për nevojat e realizimit të projektit ndërtimi i zonës industriale të mbrojtjes në zonën kadastrale Jahoc, komuna e Gjakovës. Qeveria paraprakisht ka miratuar kërkesën për shpronësim dhe vendimin preliminar, ndërsa tashmë janë përmbushur të gjitha kurset ligjore për procedimin e vendimit përfundimtar. Ky projekt ka rëndësi të veçantë strategjike për Republikën e Kosovës, pasi që krijon bazën për zhvillimin e industrisë së mbrojtjes, rritjen e kapaciteteve prodhuese vendore dhe fuqizimin e sigurisë dhe qëndrueshmërisë ekonomike të vendit. Po ashtu, projekti pritet të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin ekonomik lokal, hapjen e vendeve të reja të punës dhe krijimin e mundësive të reja për investime në komunën e Gjakovës. Prandaj kjo pikë është me interes të lartë dhe kërkoj që të miratohet. Faleminderit. Faleminderit Ministri Pacolli Dalipe, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Ju kërkoj falje se i pasëm edhe 3 pika të tjera të ndryshme. Çdo trija kanë të bëjnë me ndarje buxhetore të Ministrisë së Financave. Le t'i marrim radhazi. Kërkohet shqyrtimi dhe vendimi për ndarjen e mjeteve buxhetore në shumë prej €1 milion për zbatimin e masës 1.9
mbështetja e punësimit personave nga komunitetet jo shumicë të pakos ringjalljes ekonomike. Ja kaloj fjalën ministrit të Financave zotëria Kurran Murati. Faleminderit i nderuar kryeministër. Kjo pikë ka të bëjë pra siç e thatë edhe ju me ndarjen e mjeteve nga pako ringjalljes ekonomike në kuadër të masës 1.9 të PRE-s, pra në vlerë prej 1 milion euro për mbështetjen e punësimit të personave që janë nga komunitetet jo shumicë. Mjetet merren nga programi i ringjalljes ekonomike në kuadër të Ministrisë së Financave dhe transferohen në kategorinë e subvencioneve dhe transfereve në Ministrinë për Komunitetet dhe Kthim. Faleminderit, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. E para fundit, çështje te pika e fundit tash është ndarja e mjeteve buxhetore në shumë prej 90.599 euro 56 cent për komunën e Podujevës për përfundimin e projektit Impianti për trajtimin e ujrave të zeza në Podujevë përmes klauzulës së investimeve Fondi Burimor 06. Edhe një herë fjalën e ka ministri Kurran Murati. Faleminderit i nderuar kryeministër. Kjo është për një projekt në vazhdimsi, pra që ka qenë sa i përket ndërtimit të rrjetit kanalizimit, që është parakusht edhe për ndërtimin e impjantit për trajtimin e ujrave të zeza. Shpresoj dhe uroj që me këtë prapë përmbyllet ky projekt, sepse ka pasur edhe të kaluarën që disa komuna, ndërtohet edhe komuna Podujevës kemi ndarë mjete, por që në vazhdimsi ka pasur ngjecje dhe nuk është përfunduar. Po besoj që me këtë rast pra do të jetë hera e fundit që trajtojmë këtë temë dhe ndajmë mjete për këtë projekt. Andaj ju ftoj për miratin. Faleminderit. Faleminderit ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe çështja e fundit, por tetë e rëndësishme, është kërkesa e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit për rritjen e kufirit shpenzimeve në shumë prej 15 milion euro për projektin rehabilitimi i linjës 10 hekurudhore Fush Kosovë Hani e Lezit nga fondet e huamarrjes klauzula e investimeve. Edhe një herë, ja kaloj fjalën ministrit të Financave Kurran Murati. Faleminderit i nderuar kryeministër. Me që gjatë procesit buxhetor në vitin e kaluar nuk kemi pranuar të dhëna të sakta sa i përket mbulimit të kostos për këtë projekt nga njësia implementuese, dhe me që ka pas dinamik të punëve dhe ka fatura që duhet paguar, ne kemi proceduar, pra kemi pranuar kërkesën nga Ministria e Infrastrukturës dhe kemi proceduar për mbledhje të qeverisë në mënyrë që të shtohet kufiri, gjë që parashihet edhe sipas ligjit për ndarje buxhetore për projektet të cilat janë investime kapitale që financohen sipas klauzulës së investimeve. Pra një shtim i kufirit të tillë nuk ndikon deficitin sipas rregullës fiskale dhe është në kuadër të zbatimit të një marrëveshje ndërkombëtare. Faleminderit. Faleminderit ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Ju faleminderit për pjesëmarrje e kontribut. Miru pafshim në takime mbledhje të radhës.